Profesor, monografia mbi Petro Marko ngrihet mbi një bazament të dukshëm teorik dhe interpretativ, cila është qasja metodologjike që keni ndjekur në leximin e veprës së Petro Markos dhe pse keni parë nevojshme një rivlerësim të tillë kritik në këto moment? Shikoni, të them të drejtën, do duhet të kuptojmë diçka. Një tekst letrar, po nuk u shoqërua me atë projektorin që hedh teoria e letërsisë, nuk hym dot marrëdhënie. Nuk flas tu për lexuesin e zakonshëm, i cili në momentin që lexon diçka mjafton të mrekullohet ose të mos ndjejë në gjë dhe ta lejë tekstin atje. Lexuesi profesionist do duhet ta ketë teorinë e letërsisë si ndriçuese, si ajo do thosha projektori që hidhet mbi tekst për të hyrë nën teksti, për të hyrë dhe padyshim emra të tillë si Umberto Eco, si Italo Calvino, si Roland Barthes, e pa përjashtim të gjithë ato teori që merren me tekstin, do të thosha kanë qenë pjesë do të thosha e nevojës për të bashkëshoqëruar mendimin e krijuar. Dhe në të kuptim unë do të thoja që marrja në analizë pak vonë, pra, dhe lënia anash e veprës Petro Markos nuk është se po rregullojmë raporte, po tentojmë të tërheqim vëmendjen te një trashëgimi e vyer, te një trashëgimi e gjerë, sepse spari. Si poet shumë kush ka ditur se ka shkruajtur Horizontin, pra një vëllim me poezi i botuar në 59-ën, në cilën janë mbledhur poezitë e shkruara që nga vitet 30 e këndej. Por ajo është një vëllim i cili ka më së shumti poezinë e angazhuar, poezinë Real Socit etj. Në ndërkohë që nga Petro Marko janë disa tekste poetik të cilët nuk kanë qenë pronë e lexuesit. Do të thoja që poezia e Petros bashkohore me Migjenin, jo sa Migjeni, po për mua pas Migjenit ai është, do të thosha, poeti që theu vargun, ka një poezi të 34, se ka para Migjenit, Vdekja lind, është një metaforë jashtëzakonshme kështu me radhë. Është humbje shumë e madhe. Fakti që nuk është parë si një nga mjeshtrat e letërsisë për fëmijë, ka 4 romane për fëmijë. Shpella Piratëve është e pa imagjinueshme të mos jetë pjesë e antologjimit, e leximit, e shfrytëzimit të literaturës për grupmoshën e fëmijëve. Petro Marko çuditërisht është dramaturg. Nuk e përmendin, nuk e kanë analizuar. Nuk njihet si tillë.